Dje dasmorja e Edi Ramës, Ina Rama, hoqi çdo maskë dhe dëshmoi se është funde krye pjesë dhe aktore e grushtit të paramenduar të shtetit. Urdhri i arrestit i 6 komandantëve të gardës është lëshuar dje nga Ina Rama pa asnjë hetim, në përpjekje për dërguar pas hekurave mbrojtësit e institucioneve, herojnë që mbrojtën Këshillin e Ministrave dhe Kryeministrin e vendit. Ky urdhër është lëshuar me qëllimin e vetëm, që të lërë pa kokë dhe mbrojtje Gardën e Republikës dhe mbrojtësit e institucioneve të vendit. Qëllimi i këtij akti kriminal është të bëjë më të lehtë sulmin dhe dhunën ndaj institucioneve të tjera të kushtetuese të vendit, në mënyrë që t'i hap rrugë falangave kriminale të Edvin Ramës. Të nxjerrësh një urdhër ndalimi, ashtu siç parashikon ligji penal në këtë vend, neni 253 i kodit procedurës penale, do të thotë të kesh prova, të dhëna të bazuara në prova për krime, dhe prova për rrezik aratisje, prova për rrezik ikje të dyshuarve. Ky është konstatimi i nenit 253 të kodit të procedurës penale. Asnjë provë, asnjë dhënë, asnjë dyshim, asnjë ekspertizë apo eksperiment nuk ngarkon me përgjegjësi qoftë edhe administrative drejtuesit e Gardës Republikës. Le ta bëj publik Prokuroria urdhrin e ndalimit, që ta kuptojnë shqiptarët se sa rënd ka abuzuar prokuroria me ligjin.